Duke qenë në ders, vjen nxirr për dersi. Mos më ngu harin që vjen për Allah azza xal. Duke qenë në har vjen çet për harit me qenë sherr, Hatim al-Asam thotë që ky e kum pa është armiku i vërtet. Qase ti s'ki ç'më hak mirë, qase me vetë zgjidhe për i përgjigjesh apo. Dhe kur për haku s'ki tani për ditën e gjykimit apo. Ai e ka gjinojën e vet, ti gjinojën tonë apo. Përkundër atë me të parë që i cekëm apo. Prandaj kuptimi i kësaj fjale të Hatim al-Asam është më rëndësi për njohjen e kësaj betejë që kemi me shejtanin. Kemi thonë në dersën e kaluar se pasoj hyrje pak si gjatë, mi po të domosdoshme dhe të rëndësishme për temën tonë, do të përmendim disa prej mjeteve të rëndësishme të cilat i përdor shejtani në luftë kundër birit të Ademit, kundër njerëzimit. Nga se i kemi nda këto çështje, ato që ka përdor shejtani kundër njerëzimit, i kemi nda në dy grupe. Janë mjete edhe metoda. Ka dallim, ka mjet e përdor, edhe ka metodë caktuar që përdor për me deviju. Pra e sot do të flasim për mjetet që i përdor shejtani në largimin e njerëzve nga rruga e Allahut azza wa jall, që të shohim pastaj për dëshmërinë tonë se sa jemi ne në kontakt me këtë ballafaqim, edhe sa shpesh i nënshtrohemi këtyre betejave, e që pastaj të shikojmë se sa ngadhnim këtë betejë, sa dalim të humbur dhe korim disfat në këtë betejë me shejtanin. Dhe mjetet kryesore që i ka përdorur shejtani, që do i përmendim ne, do të përmendim argumente të lashta, argumente të vjetra, prej kohrave të vjetra që Kurani na i tregon neve në ajete të shumta dhe në sura të shumta, që të vrejmë se mjeti i tij nuk ka ndryshuar. Mirë po vetëm e ka ndru formën e vet ose e ka ndru strategjinë e vet, nëse mjeti ka mbetë mjet i njëjti, ai i cili është përdorur edhe përpara e ka përdorur njëjtin shejtani edhe në atë kohë, edhe në kohët më para, edhe sot e do ta përdorë deri në gjykimin. Që të kemi kujdes pastaj rreth këtyre mjeteve që të ruhemi, e mos i nënshmojmë këto mjete që të shohim se të parëndësishme ose që nuk kanë peshë për neve, që pastaj shumë lehtë të bëjmë viktime e kësaj lufte me shejtanin. Fillimisht shejtani ka kërku mjet i cili është për vetë njeriu. Nuk ka kërku mjete të jashtme, nuk ka kërku shumë larg për me kërku mjete se si me deviju njeriu. Mirë po ka kërku mjete në afërsi, ka kërku një mjet i cili është i pandashëm për njeriu, që më pas sa më lehtë me deviju njeriu. Nuk ka kërku mjet që njeriu është në kontakt me të një herë në vjet. Qase ka vështirë, një herë në vjet me vojë vetë, vështirë ka. Nuk është kjo natyrshmëria e betejës së që thamë. Ka kërku një mjet i cili është në përputhshmëri me natyrshmërinë e betejës. Ka thënë se natyrshmëria e betejës është e përhershme, apo çdo herë, pa ndërprej. Atë ka kërku një mjet që i përngjon kësaj natyre. Edhe e ka gjetë polin tjetër të njeriu atë. Grua. E ka gjetë si mjet për me luftu shejtanin. Edhe gjithashtu në anën tjetër e ka gjetë për gruan polin tjetër mashkullin që njëri me tjetrin të bëj fitnë, të bëj sprova që ti përdor të dytë si mjete kundër njëri tjetrit për luftën që ai e udhëheq kundër njerëzimit atë. Ai ky është mjeti kryesor që është udhëheq edhe nga natyrshmëria që Allahu azza wa jall ka dashur me kriju njerëz në natyrë të tillë, është se përmanesh gjinia femërore, gruaja është ajo që është më adoptë dhe ka nevojë për kujdes më të madh. Prandaj edhe është që vjen më lehtë në sprovat e shejtanit, shejtani ka pas më lehtë atë për me deviju. Kjo e para, edhe e dyta, për shkak se esenca e njerëzimit edhe udhëheqjes në tokë kështu më radh është i takon anës të mashkullit, burrit. Ka se burri devijon, nëse shteti devijon, ushtria devijon, atë çka më të grave me udhëheq shariatën ose me praktiku fen Allahu azza xal, po shpejt bën se komo si më pas atë çka nuk i mbetet apo. Për ai ka këshir këtë anën e fuqishme me deviju edhe me dobësu me anën e dopt, e jo të kundërtën. Do të fillimisht ka shku në pikën e fortë, ato me dobësu që pastaj ana e dopt me qenë sa më lehtë për ta. Prandaj edhe nëse i qasemi tregimeve të Kuranit, edhe nëse i referohemi fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të vërejmë se subhanallahu shpesh herë ky mjet ka qenë shkak për shkatërimin e popujve të tërë. Një popull Allahu azza wa jalla ka zhdu tërësisht nga fytyra e tokës për këtë shkak apo. Don kjo është bën mjet. Sebab, edhe sebebi kryesor ka qenë se janë shmangë mësime pejgamberit. Mirë, po kush ka qenë deri te kjo? Do të thënë se ky mjet që e cekëm ajo është ana tjetër e njeriu, don gruaja apo gjinia femërore. Do të vërejmë raste të ndryshme në Kur'an
që ky realitet ka qenë evident ndoshta tek shumë popull që i ka shkatruar Allahu Azza wa Jalla nga fytyra e tokës. Do të marrim fillimisht për popullin e Thamudit. A dini se populli i Thamudit Allahu Azza wa Jalla ja ka dërguar cilin pejgamber? Salihun alayhi salam, apo ja ka dërguar. Mrekullia që Salihu e ka përdorur si dëshmi se është i dërguar i Allahut Azza wa Jalla, cila ka qenë? Deveja, se ne kanë dhënë për gurit, edhe ka thonë nëse nuk po i besoni mos e prekni pra. Kjo është argumenti i Allahut Azza wa Jalla. Mirë po i është kërcënu Salihu asën popullit i duke thënë se mos e prekni këtë deve, nga se po e preket, edhe po i shkakton të dëm do t'ju godet dënim i dhimbshëm prej Allahut Azza wa Jalla. S'po doni me besu, s'po doni mu bin se kjo deve është prej Allahut Azza wa Jalla, edhe se dëshmi se unë jam i dërguar i tij, çështja juaja. Pritni dënimin prej Allahut Azza wa Jalla në këtë dunjë ose në botën tjetër. Mirë, mos e prekni devën. Ka shejtani dhe ka dhënë me shpejtu shkatrimin e bijve të Ademit, ka dhënë me shpejtu zbritjen e dënimin nga Allahu Azza wa Jall, edhe ka ardhur tek një grua e njohur që ka qenë në fisin Thamud. Ka marrë transmetimin e ndryshëm për emrin e saj, nuk po na intereson emri i saj as pak, ka sa i ose sa i nga të po na intereson realiteti. Edhe ai ka shkuar të një trim për trimeve të Thamudit, luftar për luftarët të Thamudit, edhe i ka thonë, nëse vran devën, të kopsha unë. Do më përdoj vetëm ti me dhurat për ty nëse e vran devën. Gjithashtu të ka qenë, ky e ka pranu se ofertë mi për një deve, po fiton për balë saj diçka që ose njerë të lakmon pasaj. Ka ardhë pasaj një grua të tërë e njohur me gjithashtu në emër që e kam përmen uleman në tefsirët zini, asë është më rëndësi emni saj as pak për neve, që pasaj të preokupome sa është sahi, ose sahi, ku e kanë ditë emnin, s'po në interesan kjo as pak. Po ndërsa rasti ajo ka qenë e vjetër, sikur se përmend këtë çështje Ibn Kathiri e Taberiu në tefsirët e tyre, edhe ka shku te një tjetër, kalaspi të Thamudit, edhe luftarët i ka thonë, unë i kam 4 bija, cilën dush zgjidhe nëse me shigjetën tënde që nuk gabon asnjëherë e godet devën edhe e myt. Atëre këta dy kanë shku dhe i kanë marrë dhe 7 shokë të tyre në qytet që kanë qenë, për me mbyt devën që Allahu Azza wa Jalla ka dërgu argument për Allahut Azza wa Jalla. Atëre këtë rasti e përmend Allahu Azza wa Jalla në surën An-Naml, ajeti 43, ku thot Allahu Jalla wala, wa kana fil madinati 9 rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Ka qenë qytet në vendin e Thamudit tek Salihu son 9 persona që kanë bërë shkatrime që rregullimin tokës kanë bërë mirë. Këta kanë qenë ata 9, dy prej tyre e pan fillimin ku kanë nis edhe kanë marrë shtaf, tjerë si për krahje morale dhe për krahje e fuqisë për me bu këtë krim tokë. Edhe njëri prej tyre që e ka marrë premtimin e parë, sikur se kanë transmetime, e ka godit në gunin e saj devën nëse e ka rrxu në tokë, tjetri e ka godit në kokë dhe kanë myt. Nuk kanë zgjat pastaj derisa ka ardhur dënimi i Allahut Azza wa Jalla, i ka përfit të gjithë, i ka shkatërruar nga fytyra e tokës. Në këtë rast e përmend si koment të ajeteve të shkatërimit të popullit të Thamudit, e përmend Ibn Jaririn në tefsirin e tij, Ibn Kathirin në librin e tij Al-Bidaya wa An-Nihaya, edhe në tefsirin e tij ulemat të shumë që e përdorin këtë rast si komente ajeteve që kanë bëjnë me popullin e Salihut alayhi salatu wasallam. Por ne përmendni se ky mjet sa ka qenë efektiv dhe i suksesshëm për shejtanin, jo me shkatru një njeri ose dy, as një familje, mirë po tërë shoqërinë e ka eliminuar nga fytyra e tokës, edhe kjo është ajo që ka dashur shejtani i mallkuar. Kjo është rasti i parë që e kanë përmend ulemat në lidhje me këtë çështje. Çështja e tjetër e dini se sprova e Jusufit alayhi salam cila ka qenë? Që me deviju këtë pejgamber nga rruga e Allahut Azza wa Jall. Shejtani ka dashur me shfrytzu gurbetin e Jusufit, i huaj. Tjetër s'ka që ka pas Jusuf, i ngratë, kur kanë se ka pas? Asnjë të afërt, shërtor në pallatin e ministrit. E treta që ka pas? Jusuf alayhis salam, i hiekun për para. Të që ta këto ka dhërë mi bashku, edhe që me shfrytzu që me përdosi kushte, do të si kushte të volitshme, që me hudh këtë pejgamber të Allahut Azza wa Jall në sprovën e zinas. A desa ka shku që kush ka shku? Cilën jetë e ka përdor? Gruan e ministrit ja ka hieshu asaj Jusufin se i bukur, e i mirë, e i ri, e kështu me radhë sprova ndryshme, derisa aja i është shëndru gjësan para veti Jusuf alayhis salam dhe errësirë e tërë,
edhe I ka mbyll